përdore domethënë edhe nga Rusia, por nuk duhet harruar që Rusia ditë e përdori gjithmonë shantazhet e forcës dhe normal që Japonia e centrale nukleare e Japonias është ndoshta ajo që mund të shantazhoj Europën në çdo orë, në çdo minutë dhe mund të jetë ajo që mund të fitojnë, mund të i sjellin gjëra plus Rusisë dhe jo Ukrainës. Mirë, shtëkol nga ana tjetër në një takim në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, presidenti amerikan Donald Trump i tha homologut të Ukrainës pra Volodymyr Zelenski se është i gatshëm të heqë të gjitha kufizimet mbi përdorimin e armëve amerikane me rreze të gjatë veprimi nga ana e Kievit për të sulmuar dhe objektivet brenda territorit rus. Apo i afrohet Sokol Shobaja një përplasje të drejtë për drejtë me Rusinë duke hapur derën për përdorimin e këtyre raketave? Ajo, një përplasje amerikano-ruse është pamundur të shohim, sepse vetë Rusia nuk e ka forcën që të shpallë luftë asaj të Amerikës në radhë të parë, sepse siç vjet Amerika në të gjithë globin tonë, pra në të gjithë pjesët në det dhe në Atlantik, ka mbi 8.000 baza ushtarake, pra është numër 1, forca numër 1 në botë, pra është perëndori i botës realisht dhe me forcë që në ana ekonomike, që në ana ushtarake, që në ana e teknologjisë të gjitha dhe nuk duhet harruar që me ata dyshat që shkoi bombardoi centralet nukleare të Iranit, domethënë në Iran ka qenë gjithë forca, shkenca e prodhimtarisë ruse, indiane, po edhe kinezë aty nuk qenë në gjendje të trembrojnë biles ata avionat luftarë amerikan kanë hecur mbi 36 orë, kanë fluturuar në hava dhe asnjë radar i Rusisë apo edhe i Kinës apo edhe i Indisë me gjëra të superfuqitë mëdha nuk kanë arritur as ta shohin se ku janë, se ashtu vetëm ku ka ra bomba dhe ku ka bërë prononcime zyrtare Amerika. Pra kështu që Rusia ka shumë të vështirë, domethënë ka të pamundur të shpallë një luftë, nëse shkojmë në një arsenal nuklear që po gjujmë bomba njëri tjetrit, tash tjetër, por nuk besoj që kemi një përshkallëzim të tillë, por Amerika në fakt kjo luftë nuk është e Rusisë, Amerika ka futur Rusinë në këtë luftë dhe nëse ju kujtohet shkurtin e atij viti që pa filluar pushtimi rus në Ukrainë, ishin të gjitha informacionet i kishim totalisht nga media perëndimore, pra nga media amerikane dhe nuk ishin Rusia thonte që jo ne nuk kemi ashtu, edhe buri emri në operacion, u fut doli, pra nuk është Rusia aq e fortë sa kujtojmë ne, por kjo luftë në fakt i intereson shumë Amerikës sepse këtu Rusia çdo ditë po humb punë sepse nuk harxhon ujë domethënë për këtë bombat e këtë arsenal që qoftë nga dronet në mira raketa që ka përdor Rusia dhe këta nuk janë të pafundshme, pra këta kanë një fund sepse këto prodhohen, po ashtu edhe Europa ka një deficit shumë të madh, paguaj fatura shumë të mëdha për të hequr, domethënë për të ndihmuar kështu Ukrainën, pra të dy forcat që janë janë rival të Amerikës, të dyja vinë duke u zvogëluar dhe vinë duke humbur forcën dhe kështu që forca e Amerikës, pra perandoria e Amerikës çdo ditë më shumë vjen duke u forcuar dhe jo duke u dobësuar dhe Rusia do të hapë një luftë është e pamundshme sepse Rusia provoi shumë herë domethënë që nga lart në vendet baltike, atje lart e Foqe dhe në Romani, domethënë me drone, me avion, në fut në pjesën e NATO-s, çfarë NATO jo po është ne, jo po është s'kan qenë qëllimshme, kanë qenë një pra domethënë testojnë njëri tjetrin, por jo sepse një armë që shitet me të drejtën ndërkombëtare që Amerika e shet edhe me vendimin e Senatit, jo thjesht me një dekret të presidentit, domethënë ajo armë e ka të drejtën realisht, domethënë me ligjet ndërkombëtare të përdoret i vetëm kundra atij që jashet nuk mund të përdoret ajën, por kundra atij mund të përdoret, por është si thënë asaj fjalë se shkallë, domethënë degradimi i kësaj që në të vërtetë këtë dimër sa thonë ekspertët e kësaj çështje dhe ato që janë pranë Trumpit që flasin për median amerikane thonë që këtë dimër do të kemi domethënë ndryshe gjëra sepse Putini me gjoja nuk ul në tavolinë ose taku me zotin Trump, do të kemi përshkallëzimin e kësaj ku pastaj do të fillojnë duke paguar faturë të mëdha dhe rusive jo në tokën e Ukrainës, por në tokat e veta, ku kemi pas shembull domethënë ku Kurski u mor nga Ukraina, po ashtu në kufirin e Mongoli, Rusia ne me mijëra kilometra larg nga Ukraina ato atentatet me dronë pra do të kemi domethënë diçka, por që pyetjes tuaj unë që pyetet që a do të bëhet një luftë, jo, nuk e shoh. Ashtu sepse vetë Rusia nuk e ka forcën ashtu, bëhet e vetmja gjë mund bëhet një luftë, por nëse
pastaj njeriu të soqmi ka hik mendja krejt, ka dalë mend çfarë dhe përdor armët nukleare dhe armët bërthamore, por nuk besoj që jemi në atë gjendje sa që të eliminojmë veçënien tonë njerëzore. Sokol, shiko, nga ana tjetër kemi pasur raportime që presidenti Zelenski i ka kërkuar raketa Tomahawk, po themi presidenti amerikan Donald Trump, për të goditur Ukrainën, por nuk e di se sa të vërteta ishin si informacione, sepse duket sikur nuk kanë qëndruar në ditët më pas këto informacione. Megjithatë, nga ana tjetër thuhet që Trump i ka ofruar Zelenskit informacione të shërbimeve inteligjente për të mundësuar goditje në brendësitë Rusisë për raketat me rreze të mesme. Nuk e di si ke parë këto, nëse mund një koment. Në fakt gjëja edhe shumë më kryesore se vetë lufta në konflikte të tilla, në lufta të tilla është edhe propaganda. Domethënë propaganda e dy anshme, po edhe anëve të treta në fakt që nuk kanë asnjë lidhje me atë, që duken që nuk kanë asnjë lidhje me atë konflikt dhe nëse referohemi këtu në teorive, atëherë me të vërtetë që kemi dezinformim jashtë mase të lartë, po ashtu nga të dy anët, qoftë nga Amerika, qoftë nga Rusia, po ashtu kemi edhe propagandë ku luftën mallore në fakt e fiton propaganda dhe jo domethënë jo në shesh, sepse në shesh tash ka hika e lufta, në shesh bëhet me teknologji, por në sa duket e paktën nëse i referohemi këtu në 2-3 viteve të fundit që ka filluar lufta, të gjitha llojet e raketave për të mundshme për nesër në administratën e Trumpit që mund të kalojnë në Ukrainë kanë ardhur në MSD, pra shumica e tyre janë në bazat ushtarake amerikane në Greqi, disa thonë që janë edhe në Turqi, disa thonë edhe që janë edhe në disa vende të tjera të Europës, por se sa janë të vërteta këto normalisht ne nuk e dimë, ne thjesht çfarë lexojmë për burimet e hapura, por normalisht Amerika ku ka filluar një gjë të paktën duke ditë edhe forcën e Amerikës, unë nuk besoj që mund të jenë prralla në thojza, por nëse vjen orari, domethënë nëse vjen koha e saj, normalisht ja tani ja përcjellën e Ukrainës, por jo se nuk ka dhe Ukraina vitin e parë ka qenë shumë paditur se çfarë po bën si po bën, por pastaj edhe lufta të mëson se si të luftosh dhe si të mbrohesh dhe për këtë arsye edhe pse Ukraina ka humbur shumë tokë dhe kontrolli është nërë totalisht nga Rusia, përsëri me ndihmën e inteligjencës amerikane, pra siç e bën shumë aleate të saj, pa inteligjencën amerikane a do të jetë Europa sot në këmbë apo edhe lufta në Ukrainë, kjo lën për të dëshiruar, por zyrtarisht tashmë thotë që i kemi filluar të japim, por ato kanë qenë me sa e shohun, sepse edhe Biden e shprehur shumë herë në këtë drejtim që informacionet më të sakta normalisht janë për Kievin e atyre ditëve, por edhe Trumpi në fillim ishte anë e këtej, por u mundu ta tërhiqte Putinin në tavolinë, por me sa duket jo, dhe kjo unë mendoj që është një strategji amerikane ku vetëm Amerika del fitimtare këtu dhe askush tjetër. Qartë. Mirë, Sokol, kemi arritur në fund, të falenderojmë shumë për informacionet. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, ju uroj një fundjavë të mbarë. Faleminderit edhe ty. Faleminderit edhe ty. Mirë, po mbyllim këtu për ditën e sotme, bëjmë një përmbledhje të shkurtër se çfarë diskutuam sot. Diskutuam për tubimet e partive politike pra për zgjedhjet lokale në Kosovë, por edhe përpjekjen e vetëvendosjes për ndikim në zgjedhjet e Maqedonisë së Veriut dhe të thirrja e Bashkimit Evropian për formimin e institucioneve të reja. Si dhe diskutuam për po themi planin me 20 pika, po tashmë të parë në këndvështrimin e palës palestineze dhe të Hamasit, si dhe sigurisht për Rusinë dhe Ukrainën dhe çështjen e centralit bërthamor të Zaporizhzhias dhe aspektet e sigurisë të lidhura me këtë çështje. Mirë, ne mbyllim këtu për ditën e sotme, bashkë jemi sërish ditën e martë. Ne do të jemi sërish ditën e martë, deri atëherë mirupafshim.